Miqtë e mi, përshëndetje. Unë ndodhem në mes të fshatit Veshdanisht. Kjo është qendra e fshatit. Kjo është ajo çka ka mbetur nga lavdia e këtij fshati që dikur ka patur 150 familje. Këtu është gati shkretir, por dikur në këtë vend aty ka qenë shkolla. Diku ka qenë reparti ushtarak. Në anën tjetër ka patur njësi të tjera shërbimi. Po pse u shua ky fshat i madh, ku kanë mbetur 10-15 familje ende që jetojnë? Sepse ky fshat, si dhe Penkova, si dhe lagja e poshtme e Treblovës, vuajnë për një rrugë. 35 vite kanë një rrugë të merri, të fut frikën sa po hynë në të. Me makinë të vogël është e sigurt që do të takoni sodokar. Pra 35 vite, ky fshat ka mbetur pa rrugë, po më e trishta është se rrugës që ata i quajnë rrugë, i kanë dalur gurët e Italisë 1914, pra ajo rrugë që ka shtruar Italia, sot shërben ende për ata banorë që vazhdojnë të jetojnë në fshatin Veshdanisht. Pra ne jemi rikthyer në të njëjtin vend ku kemi qenë, pak më lart. Para disa javësh kemi qenë në Penkovë. Paralajmëruam kryetarin e bashkisë që këtu fshati po shpopullohet për mungesë të rrugës, për mungesë të ujit. Duket qartazi që kryetari i bashkisë nuk e ka vënë ujin në zjarr. Me plot gojën e them këtë fjalë sepse rruga ishte bërë edhe më keq se që gjetëm para një muaji. Banorët me mundësitë e tyre janë përpjekur sadopak të minimizojnë, le të themi, dëmet në rrugë, pra të mbushin sadopak ato gropa me çakull. Po sa vlen kjo kur me shiun e parë, çakulla ikën dhe gropa rikthehet edhe më e madhe se ç'kishte qenë. Banor, faleminderit. Faleminderit e juve. Erdhëm sërish, u avam llafin që ne do vim derisa rruga të bëhet. Dhe ky është premtim. Si të quajnë? Unë. Po. Agron. Mbaj pak afër mikrofonin. Po. Erdhëm në Penkovë se bën rrugën ta. Ç'a bëhet kështu me këtë rrugën tuaj? Vetëm rrugë nuk mund quhet. Në një vend ngushtohet aq shumë sa makina gërvishet, Nuk shkëmbe. nuk shkëmbej shkëmbej, o nuk kalon një. Kurteti, nuk kalon një. Sepse punëtorët mund të jenë edhe punëtorët nuk punojnë. Mund të ketë punëtorë. Po sa Rruga dhe punëtor ka nuk kjo? Çfarë punojnë. do bëj punëtori me i karroca ma? Po me i karroc, shikon, duhet të ketë material. Bashkia është e detyruar që të ketë material që të punojë punëtori. Po s'pati material, nëse do punojë punëtori. Punëtori mund të ketë një kosor për të prerë herrat, drizat, për të hapur diçka në 2 kratë. Punëtor fare se punëtor nuk ka. S'ka punëtor. Ju s'keni parë punëtor? Jo, nuk e di. Nuk keni parë asnjëherë punëtor? Jo, nuk e di parë. Shiko, vjet aty u bë kanali që në Peshkpi deri po lart që bën kanalin, bile ne nuk donim kanal. Ne donim ato para të kanalit, neve të hiqet në rrugë. Nuk ka nevojë shumë ajo rrugë për kanal. Se është rrugë ta të pjetë nuk para ashtu. Po bë rruga, ajo nuk ka mundësi. Nuk ka shumë për të bërë. Tani kur thua për rrugë, e ke rrugë të asfaltuar, besoj se. Shiko, po që e asfaltuar ndryshon pastaj. Po për çfarë rrugë e ke fjalën? Për çakull? Po çakull ne merr ujë. Sot dorë për dorë ne duam çakër. Derisa të bëhet e reja. Kryetari i bashkisë na ka premtuar që do ta hedhën projekt rrugën e Veshdanishtit. Kur e ka bërë këtë? S'ka dot 2 muaj. 2 muaj. Po, na ka premtuar, neve jemi mbledhur në Peshkpi, Po? edhe do ta hedhën projekt rrugën e Veshdanishtit. Pra e ka fjalën për vitin e ardhshëm. Por e për këtë vit, për vitin e ardhshëm kaq na tha. Neve u ngritëm, ne që ishim atje i tham, derisa dal projekti, të paktën dorë për dorë hidh çakër. Çfarë përgjigje? Sot për sot. Çfarë përgjigje? Na tha që do hedh. Ka hedhur? Deri më sot jo. Po edhe 2 muaj, 3, deri më sot nuk ka hedhur. Këto janë gënjeshtra të tyre. Pastërtisht po ju a them. Kur do? Në harkun e një muaji, pra aq, diçka afër një muaj që kam qenë në Penkovë, ishte bërë më keq. Shiko, ajo do bëhet më keq. Se do ketë rënë në shija. Shiko, ajo do bëhet më keq. Ajo shiret e vjeshtrave. Po s'u vut dorë nashi. Po s'u vut dorë, këto një muaj. Shiret e vjeshtra ata do ta vjen jashtë përdorim. 100%. Ju le të keni më që të paguani? Shiko, ne i paguajmë të tëra. Edhe taksat e tokës s'kemi dot një muaj që i pagojmë. Komplet. Ku van këto para?
Ju paguani taksa toke e s'keni as ujë më duket, ë? Po çfarë ujë as i gjë, nuk kemi. Ore ne duam rrugë, nuk duam ujë. Ora duam me Ujë të pasaj avash, po rruga është kryesori. Që të vish na pe shtëpia veç tani vesh tre blok, na do shkojnë. Makina vetëm që nuk ka gojë të thotë. Po më çon. Po më çon. Se s'ka gojë. Do vi këtu më mirë se mund ta çoj servis. Do pagoj 100.000 lekë, 200.000 lekë. Çu është? Ky më thanë ka qenë fshati i madh, ka pasur 150 shtëpi. 150 shtëpi ka qenë. Gjithë ky sheqi i fshatit, Pa ë? mashtisë ka nikur, ikën. Gumzhinte dikur si ka qenë kjo qendra. Këtu ka qenë fush sporti, këtu ka pasur gjallëri. Ja, ky vend këtu ja. Ka qenë kopësht, qerre, dhomë kulturës. Ka pasur tëra këtu. gjithë sporti. Do të shkosh te me shkollë ku i ke pas punë. E di se e tregova me dorë, po aty s'duket asgjë. 8 vjeçare. Mbollëm drizata neve, mbollëm drizata. Atje ka qenë çerre, kopës. Pa i kishi të gjithë shërbimet, Po dyqan po do të të gjithë. ketë. Ja edhe ambulanca ku është aty, edhe ambulanca. Po atë e filmuan, e vetë që ka mbetur në Edhe kohë. ajo ka ngjerë. Natëra. Po mirë nuk ka. Po ajo është e mbyllur. Është e mbyllur e s'ka. Si e mbyllur dhe s'ka? A ka infermier? Ka shërbim po nuk vjen. Çfarë do bëj? Çfarë do bëj? Një ditë para se të bëj votimet. Një ditë? Një ditë Jo, para vaj, se të bëj votimet hapet ambulanca. Ose do ta marrësh që kam X person për gjilpër apo diçka që të vi. Nuk është se është i keq ai infermieri, po. Edhe infermieri po llogaritë veta. Ku ta fus makinën me këtë se s'ja paguan njëri makinën aty. Patjetër. Unë kam marrë, Unë kam kunatën e thot hajde atje. Po. po deshe. Po deshe. Kur këtu po jemi mbledhur shas na del në një gjarpër. Unë ja kam thënë në Penkov, Po dhe- me të hëngër gjarpëri, se është halli i madh se bërtasim ne shëndetësia falas, nga mëngjesi deri në darkë. Po ja ka që thjesht është me të hëngër gjarpëri, do një orë shkosh në atje. Ai gjati, Po pra, ai gjati ka thënë një llaf, po si për mirë dhe për keq. S'keni pa gjë akoma, edhe s'ke pa gjë akoma, avash se do rish akoma këtë dhe mund të dalë edhe në një derë mund të vi këtë me gisa në një ujë. Merë, Do ta shikosh me sytë tuaj ta besosh. merë. Ja kjo është. Po mi më si jetoni ju pa rrugë pa ujë. Jetë malore. Qa jetë? Qa jetë atë? Ti ke akoma bidonat. Ja, po shkoj tani ta hapu. Po. Po. Shkojmë ta shohim pak lutem. Të më ndjeki? Ke bidonat, ë? Bidonat. Bidonat për të mbushur ujë. Sa herë bën këtë? Për ditë? Edhe 2 herë në ditë? Po që ti e shkatron makinën atë? Po sa shi ja. Ja çfarë bën? Qa do më, mbaj më, ja. Sa herë çon servis të makinën? Sa herë, edhe ja për javë. Edhe ja për javë. Pra për ditë ti këtë edhe 2 herë në ditë. A që jam pak, po mbush edhe para me bidona. Edhe gjitha banorët të pumbën? Po gjithë kur ma ken. Po të gjesh një mënyrë. Okej. Më transparent se kaq, nuk ka ku të shkoj. Kërkojmë ndjes, donim ta argumentonim atë që ne sapo tha me fjalë që ujë s'ka dhe njerëzit i mbajnë bidonat gati, të karikuar. Babe si të quaj? Mua më quaj Evangel Mushi. Po. Ju rrofshi ju falenderit që bëheni pjesë e halleve tona. Sa të na shkoj fjala. Te nek s'ke këtë qash para, po për të ulluritur jemi për ujë dhe për rrugë. Që të ullurim, pa kemi plot gjëra që të qajemi. Po, për të ulluritur jemi këtu. Pa ujë, a mund të jetohet? Pa ujë, pa larë, pa shplarë, kur. Rruga po e po. Qa të themi? Ne po jetojmë mes jetë. Jo në shtetë, në këtë shtetë. Ne po jetojmë mes jetë. Dhe ata që janë andes kujtojnë më për ne, na kanë edhe në listën e të vdekurve. Po jeni të gjallë, edhe ne njërës jemi. Njërës jemi jene. Të paktën këto kryesoret, ujë, rrugë,
Po nga do po shtrohen në rrugë më, po pse ju lanë? Tashi, Shumë e trisht. shatë të themi, Shumë e trisht. zëri jonë s'dëgjohet as gjikundi, përveç sa të juve. Ju rrofsh, ju faleminderit që bëheni pjesë dhe kaq kishe. Kjo është situata. Ti vetë si e siguron ujë? Me kafsh, Me kafshë? bile tashi erdha në fusha, edhe 2 bidona në motor, në lumi. Direkt e mbush e lumi? Në lum edhe bja aty. 2 Po edhe bidona. lumi po ju thahet juve. Po, shtim, qa ti bëjmë me të? Na ngeli deti, pasajt hidhemi edhe vetë atje në det, edhe. ta Pak mby- sa pamje kishte ta kopsita të mbyllim punë e atë- buronjeve të kuqit. Kishte mbaru punë me ato. Dhe kishte fut gjithë. Rrofsh, ju faleminderit. Se jeni munduar 2-3 herë. Ne do vim derisa kjo rrugë bëhet. Bile muaj për muaj. Sepse janë ca gjëra, thash, ja kam thënë dhe zotërisë e takimi i parë, unë nuk do t'i bëj reklam askujt. Po të vërtetën do ta them. Kryetari juaj pas emisione dhe pas daljeve në media të banorëve që e kanë kritikuar, e kanë shplar, ka reaguar. Reagoi për Velçën, që ka filluar shtrimi, ka reaguar për Treblovën, dhe uroj me shpirt që të reagojë edhe për ju. Një lagje. Po, atë ku polën larg që e lidhi nga ana ndej. Po, e vërtet. Sepse atë rrugë ne e kemi ngritur si problem që të lidhet 3 fshatrat. Ka bërë një lagje pa. Nuk e dim si mund, po më kujtes kam një këngë të atyre veriorëve, Aha. kur isha i vogël, që thosh ujt me bukur nuk paguaj, kur një djalë dur të martuaj. Ashtu jemi gazanistë. Nuk vare që atë djali tish, pu sa musluk na kish. Ne s'kemi as musluk as pus. Shuri djalë ndër po martohet. Kuasi aty ja martoi. Dhe më është bërë fiksim më kujtohet e staqia. Ja, shu kemi ngel ne. S'kam keq ku të shkoj. Juve ju ka parë se jeni pak, ju ka parë se votoni kundër ti, a nuk ka interes, Ndofshta edhe kjo mund se të jetë. duhet kuptoj ore pse Ndoshta- këtu nuk ka hedh beton të paktën, beton. Ndoshta edhe kjo mund Po të jetë. beton, ato janë ca vende shumë të këqija, aty që mund t'i riparonte. Po, të paktën ato më të vështira. Nuk mund. Këtë dimër ne do ngelemi brenda fare. Me shirat e parë të vjeshtës, ne do ngelemi brenda. Ajo bëhet edhe si lume ajo pastaj. Se aty do rrjedhë ujë. Do bëhet e pakalueshme. Kështu që Pra, po nuk u vu dorë deri në shtator, Po, mbas shtatorit është e kotë. është e kotë. Jo, zëri do të la. Ona shira muaj. Shirat e vjeshtës janë të rrëmbyshëm Po edhe atë pak. deputetit ai keni folur. ai keni Deputetit i shkruar. kemi vajtur, 100 herë. mos të them para një viti, ja? Mhm. Vajtëm të usjelsi, takon ja tët, shkuam të deputeti, tham po linim në i takim, po qëlloj që e gjëtëm të zyra. Dhe tham po e presim. Nese, na priti qalli, keni, i tham o këtu. Linin qik numrat e telefonit aty, tha se do vitë. Mori numrat këtu, po ti më tham... A ju kërkoj numrin e telefonit që të vinte tu takonte? Po se do vi, tha, dhe atu gjej, tha. Po ti më tha, mu e s'kam telefon. I thash, unë po e marrë vesh në shokët unë kur të vish. Kur të vi. Serbi, ja? Po sërë, se po të Po kisha... shokët e tu i ka atakuar? Po jorë, ja. Ja, Ja, po çfarë shok? Doja thirrje të gjithëve sot në këtë ditë, gjithë politikanëve ta ulin egoizmin dhe lakmin e tyre dhe ta afrohen më shumë me njerëzit e thjeshtë. Për t'i ndihmuar të gjithë ata që kanë halle, për t'u gjendur më afër atyre që kanë halle, për t'u zgjidhur problemet atyre që kanë halle dhe shqetësime që s'kan një përkraje, dhe ky është mesazhi që doja të jepja sot në këtë ditë si politikan. Janë disa punë të mira që janë bërë në Selenice dhe unë do të përgëzoj në til. Fakt fushata është e imja, po ti mua ma bën më të lehtë me punën që bën dhe më krijon besimin që unë ty nuk të mbështeta kot. Unë kam dhënë një shembull që përballova zonën sepse kuptova kërkesat e njerëzve dhe gjeta zgjidhjen. E njëjë pengohet se ata kalojnë aty të fusha, të rruga. Edhe atë njëjë pengohet.
Iki thuj kryetarit e bashkisë, ja ku janë, këtu, e të vitëm pyes mua njerë. Po e di rrugë në i pëtarë tu. Po e di, ose një punojnës. Nuk e di asë një rrugë, fare. Pra rrezik e mbajnë mend italianët që ju Nuk e di pushtuan. rrugën, dëgjoj mua Dhe se din ta panë. Dëgjoj, ai një rrugën e pengovës një asfaltin që vetëm sa në Këtë ai lokali atje, pina kafella, fosën me atje dhe ikin. Ata kanë asfalt, ata kanë ujë, ata kanë gjitha. Ne kemi këtu. Dhe një punojës i bashkisë, pyete i thuj kur pengova, po e di, hajde të bështy mua. Pas atij emisioni. Fare. Pas atij emisioni me Ne ato dhe do deklarata burru për ne. prekse që dhanë ato gratë, që nuk i harroj ato deklaratat prekse të atyre grave, nënave që i kisha në emision. Vërtet nuk ka reaguar fare bashkia, ser dikush. Dhe unë them, pyet njëri nga ata i thuj, hajde qomë që i pengos ose dhe rrugën. Hajde se di projekt. I këtë thuj një. I ko thuj. Po karë njerë. Asë më bëti me zvjen, se të thashe njerë. Ka stacionin poshtë, blidhen dhe bufeja dhe kush janë atje, vendosin ata. Ata s'dojnë asë gjë. Ata poshtë. Asë rrugë, asë ujë. I kanë kushë. Në vënd. Të familje këto 150 votojnë këtu. Në këtë vënd. Nuk e kanë... Nuk e kanë ndryshu pasaportin. Jo, fare, absolutisht. Varëzat vinë këtu. Varëzat vinë këtu. Për tokat vinë këtu. Tashi nuk i mblet dot ku janë dhe në Vlore, në Fjere, ku kanë vajtur me punë të tyre, në hall i kanë vajtur, jo sara e mira. Si ku i mblet dot vinë këtu, si gjithë. Këtu do të mendoj bashkia apo kush është, apo qeveria. Të mos shikoj se sa jetoj unë është i këtu 10 veta. Ja kupta. Pra ti po Po të thua vetë shikoj mirë se kush janë këtu. Okej. Të hap atë lista, të hap. E qartë. Tani, fshati juaj s'ka rrugë fare, po fare. Po fare. Ndërkohë fshatrat e tjerë po u bëhet rruga. Kemi dy realitete në të njëjtën kohë. Si u vendos që rruga të bëhet në një fshat tjetër, nuk po them se unë kam qenë në fshatra të tjerë dhe shumë mirë që bëhet në rrugën. Por kur bëhet rruga atje, pse këtu nuk solli një kamion zhadhor? Jo vetëm rrugë, po edhe me neon po bëjmë, me ndryqim. Problemi im është që unë nuk kam vetëm karbonarin, edhe rrugën e Vllajnës së Poçemit. Unë kam gjithë zonën. Fal asaj që ka parashikuar bashkia dhe njëherë ka marrë iniciativë goxha mbi shpatullat të rënd për të filluar rrugën e Smokthinës. Dhe kryetari i bashkisë ka planifikuar në buxhetin e këtij viti gati 1.2 milion euro për të filluar atë asfaltim. Është një guxim i madh, të cilin unë mendoj që do ta mbështesim më mbrapa me fondet qeverisë, do jem deputeti i zonës që do kërkoj që ajo rrugë të shkojë drejt përfundimit. Erion është emisioni hapur kë. Është emisioni hapur për të thënë atë që do. Fol, hapur, troç. Këtu vlla nuk kemi njerëz të mëdhenj në qeveri, as bashkisë kemi. As dhe nga ishte dhe as të ko. Edhe pos pate njerëz diku atje, tu nuk ka, ikin me kra vlla. Ikin ku shë ka, tu kra, ikin vazhdon. Atje vazhdon, rruga në Velç vazhdon, sepse ata Velç as Smokthina kanë njerëz Tiranë, kanë njerëz bashkisë. Protestuan ata. Po mirë kanë njerëz e ngritën zërin ata. I pam të gjithë se edhe në Tiranë erdhën atje. Po. Në rregull, edhe kishin njerëz në Tiranë. Diku ai që ka qenë brenda ka thonë, "Futu kshu ta bëjun këtu ne." Ne nuk kemi nga këto. Po jo dhe ju shumë shtëpi keni qenë. Nuk kemi as antar këshillit. Edhe antar këshillit s'kemi. E jo më tjetër, kështu që. Po keni mall shumë, prodhim keni shumë. Ullinje. Ka thot ti. Ka pan mari. Nuk këtu është vetëm të gjëra. Edhe ne flasim kot. Ta thamë edhe që pari u ta them këtu. Mos e thuaj se do të vijë do të them, që shiko se doli fjala ime. Kemë ardhur për juve, që na respektoni, pra u respektojmë me neve, që erdhëm se nuk vini. Se është flasim kot. Është gjë pa vlerë. Edhe kot po flasim dhe këtu, dhe do të gjë kush doj, edhe ti po e dëgjon. Kjo punë, kjo nuk bëhet. Po pse nuk bëhet? Unë ta thash një. A është bërë gjithandej? Po bëhet. Unë ta thash me luftë, po bëhet se me qef ta nuk bëjnë rrugë. Unë ta thash 2020 këtu. Sepse në 2035 kjo mund fundet kandidate plot. Do themi, mund. 2040. Po prit të thon. 10 vjet pastaj do futen në Evropë, do vi Italia prapë sepse kanë harta. Ti qëndron asaj të kërkesës me Lonin, a? Sepse këtu nuk ka do. Është harta e vjetër. Nuk mund të fare. Kemi edhe një kërkesë tjetër. Po shkelin një. Shumë gjëra.
Sa ka kjo? Ka dalë tani kjo? A ka dalë, jo, ka qenë. Ka qenë si ashtu, po tash u bën më prekse. Këto dekretet që japin këta presidentët për njerëzit dhe për regjistrojnë në i vend? To, medaljet? Medaljet. Po i normal që regjistrojnë. Dakord jam. Po ata kanë gjën më të keqe se kanë arruar gjën më të madhe. Një gomar do dekretoar për dekoruar. Po pse? Ose ai gomar. Ai mbje ujë. 5 veta, 5 familje. Ai më bie ujë. Ai është më vjetshëm se sa deputeti po thua. Më shumë në deputet tjerë. Ba familje me ujë. Gomari mbje ujë. Gomari mbje dru. Gomari më merr ullit na basha që i bie aty. Gomari i çon fabrikë. Po që do unë deputetin kur kam këtë? Më shumë punë për gomari. Më shumë punë për Sa bie gomari ujë? Ku ta gjej ujë? Unë kam 3 deputet. Ore, dje kryeministri doli dhe tha që do alokojmë 4 milion euro, ishte dalja e fundit e tij, për një koncert privat të një këngëtari të huaj. Jo, e ke gabim. Tani, këtu janë 3 fshatra që edhe me 100.000 euro do ishte rregulluar disi rruga. 100 milion do, ashtu. Tani, unë nuk doja që ta bëja unë replikën, se mund ta bëja edhe unë shumë mirë, se kam qenë kudo në Shqipëri dhe i kam parë realitetet shqiptare. Dua nga goja juaj, se ju e vuani mungesën themelore të ujit dhe të rrugës. Një replikë, se s'është e mundur. Nga njëra anë kemi këtë realitet, nga anë tjetër kemi realitetin tuaj. Falenderojmë ju si gazetar që keni ardhur këtu. Po s'ma dhe replikën. Dëgjoni. Do t'na japi zotëria. Okej. Falenderojmë ju si gazetar që keni ardhur këtu. Për Faleminderit. rrugën e kemi shumë problem. E keni parë dhe vetë. Unë sapo e postova një klip. Dëgjoj mua në se faqen time. unë kam mbritur 4 vajza këtu. Mashallah. Edhe nga peshpia kanë ardhur në këmbë. As po gona kishte, as gjë, i ka marrë djali e atia kur vinte na njerë me një makinë të madhe. I binte deri në Penkov, kur ishte kohë e keqe, bëjshin një fëmijë që s'ka pasur rrugë, edhe atë shkollën e kanë marrë me vështirësi shumë të madhe. Që këtu s'ka qenë e rregulluar rruga kurrë. Pra gjithmonë e keni vuajtur. Jo se keni qenë në një moment mirë dhe pastaj u bë keq. Jo, gjithmonë ka qenë rruga. Gjithmonë keni qenë fshat i vuajtur. I vuajtur me gjitha. Për ujë, për rrugë kemi qenë kështu. Edhe për... Po mirë, autokombajna si hynte këtu? A kishte autokombajna në Kotën Verit? Kalonte traktori me ashtu aty, i bënte edhe... A pra, rregullohej? Rregulloi ishte edhe pastaj... Pastaj kalonte autokombajna. Po. Autokombajna nuk kalonte në bëni rrugë tjetër ata, se ai ka qenë... Bëni vetë, Këto kishim... Çdo ver kalon të thika nivelimi Inshallah të bëhet rruga. Ti ke ikur, e ke lënë Vlorën, mirë rikthyer në fshat? Jo, unë familja e kam Vlorë. Po këtu me ato pension që marrun, 100.000 leka, mbaj 2-3 lop aty, mbaj ollinjo kështu. Ti për shpirt kthehesh në fshat, po të bëhet rruga. Po. Unë shpiti kam aty. Nuk është si kam shpit. Një flas kthehesh me kot plot, po të kesh rrugë të mirë ja ku është Vlora. Po ja dhe këtë Vlora nuk është... Familja. Ikën në minuta 7. Këto kishim. E kuptoj. Ti sa lop ke? 3 lop. 3. Merr në një lekë e shtetit? Jo. Asnjë. Asnjëherë. Asnjë subvencion. Jo. Do të kesh 5 lop e ka bërë, ë? Ka qenë 10 e zbriti 5. Edhe ata që kanë 5 ku ti marrin. Po tokat i kultivon? Po tokat mbaj lopët unë, as kam bjeca ullinjë dhe as Do të toka nuk punohet? Jo, s'punohet. As nap kam marrë as gjë. Ti të bësh misë, grur, patate, gjëra të tilla, i bën dot këtu? Po patate mund bëj sa për vete, kupton. Jo, mbaj pa kafe? Patate mund bëjmë sa për vete, jo për tregti, se nuk e bën edhe vendi këtu. Nuk bën vend. Jo, këtë do të pyesja, a ka ujë vaditës? Jo, s'ka ujë, s'ka pasu kurrë. Po të kesh për vaditja do Pra të dhe ju si filtronin Penkova, vetë. s'keni ujë. Të njëjtën problem kemi si Penkova. Para 9 vjetës kishit ujë? Vaditës?
Jo, kemi vaditje kurrë. Ujtë pishëm kishit, po vaditës kishit, si punon dhe kooperativa? Jo. Po si punon dhe kooperativa? Pa ujë? Pa ujë. Mbillin grurin, edhe vetëm grur mbillin, nisës mbillin. Mbillin a në qep, edhe qep. E kuptoj. Grur dhe të shërë. Se ras mundja agronomi nuk e njojmë. Ne nuk dim kush është. Fare. Se kemi parë njerë, ore, kjo bima këtu qa do. Unë se më agronom. Nuk ka, nuk mundë, nuk rëveskeri. Janë vetëm karrike. Ulen, zënë vëndin e punës dhe majnë parat. Kaq, asë gjë më. Fare. Nuk shikoj që ka rrugë për të toka ime, atë toka tjetërit. Fare. Nuk do të ati hiqë. Për ne është mirë të shkrijet bashkia. Përse në nëvidhë? Për një gjithë më thuaj. Ajo më nëvidhë të gjithë. Po vajta unë të hapë qikujnë të kanalin fush, e kam të koka parat të ndryshë të fudën burë. Kaq. Po bëm këtë gjë, bëm kanalin të të. Bëhe vetë. Ujnë më sapë. Në parat mua, edhe i. Vetëm për këtë është bashkia. Për gjithë tjetër nuk zgjith, asë një gjë. Pra bashkia është veç për marrë lekë? Vetëm për të marrë lekë. Absolut. Të vajtur se ka dalë Nuk ka di. përshujt, ka ardhur. Po ka ardha atje dhe të fut në burg. Po ja. Po këtë llafin tim ç'se bën a? Që them unë, do marr rrugën. Shikoma ullirin se më është smurur. Pse nuk vjen? Ta shikoj. Çka ka? Ty s'po të vjen infermierja? Po dhe ai infermier është për mua. Edhe ai. Po një doktor jo. Infermierit Njësoj. i bimve. Kështu që këta po ulën në karrike, nuk ka më. Po ku do vej doktor? Vetëm ai. Aty kërviset makina prisës. Kur ti mbanon një moment të zhvilluar të kësaj zone përpos diktaturës. Ne kemi pasur vetëm në Anverogja, që na pruri ujë. Jo që tjetër. Edhe kaq. Atë mbani mend ju, Këtë mbajmë mend edhe Italinë që u ka bërë rrugën. Italinë e kemi të parë në atë. Ato nuk e harrojnë. Nuk ka Jo, sepse do ishim fare. Jo, te ne do ishim zero fare. Ato po. Asaj i themi falenderit. Faleminderit Italisë që Shumë fare. thuaj të si Shumë fshat. fare. Unë da i thash edhe me parë. Me që e ka motor me lonin, edhe njerë ti lutet ti flasë edhe njerë për të fshat. Me që e ka bërë vetë. Ja bëm ne kërkesë. Ja bëm kërkesë, ja bëjmë prapë. Ja bëm prapë. Po ja ktheu Ja Edi. bëj forrat, ja bëj forrat. E kuptoj. Pra kjo është situata juaj. Shumë e vështirë. Mbaje se më lodhi. Shumë e vështirë. Dhe atë të regoj një histori. Para një 10 vjetësh pata një aksident se përva këmë vetë. Po? Edhe me një pateris po rria atje të... Pjartje ku për të emisioni, Po? për një penkol, po takëm poshtë. Edhe një shkop në dorë, erdi zotëria deputet, erdi me gjithë pandemi. Paneli Majkon? Jo me pandemi. Erdi vullneti. Erdi vullneti po aty, pa mua u kësue. Ishte për të njësur lartë, nuk... Deri të portat e Varrëza. Ky është vetë që shkojnë mirë. Çfarë kemi mirë shikoj. Po kjo rruga këtu, bëjsh rruga në anën tjetër e Penkovës. Këto i thash, erdi deri në Treblov, po dashi i thash, se era me të pas, e anulloj, s'ka mundësi tha. Këtë ta do të shikojnë. Kur e mori një telefon pyeti, ka kaluar ta, për 20 vjet i vinë radha tjetrës. Që në kone Uldashit, Që atëre është bërë ajo Treblovës. figuron e shtruar. Jo, 2 kilometrë si në hyrje të Edhe në hyrje është Treblovës. Edhe rruga juaj figuron e shtruar që atëherë. E bërë. Po që ka me thellë muhabeti. Po nuk është Pra, ashtu. mendohet që janë hedhur lekët dhe tani nuk investojnë do të dyherë në një rrugë. Po nuk ka shumë që do 20 vjetë që e kanë një plan ata. Duhet kaloj kaq që të bësh prapë Po mirë, kjo është objekt hetimi i spakut. Duhet ta hetoj spaku këta. Se është alliman, Jo, sepse nëse ajo figuron e shtruar, Kështu është. po duhet ta thot kryetarit, këtë burrnin kryetarit thotë që di zotëri, unë e kam në letër e ta çoj edhe atje në institucion. Po duhet ta thot ai. Se po se thot, do thot që s'është e vërtet.
Po ta thot ai Pa i shpon qendri i paratë të çati bëhet ja, qytetet e bashkisë. Ai ta bën edhe vjos. Se ne dal maj. Po pse ta hedhësh një? Ta e tha jo se është i matë. I kanë nëmë. Parati ka të gjithaj, ta, çka ka. E dyti ç'a bëhet to. Tu ndaj s'ka shtet, ndaj s'bë shtet. Se tu kemi na njëri tjetër, na rrëmë. Hajnë me njëri tjetrin? Me njëri tjetër ja këto llafi po i gjëfrit ai bashkë do shkon si do të sulmojnë mua. Se çfarë ai. Po më gjeti do të razim. Po ma gjeti do të në një anën do shkosh atë. Çto do bëj ty o për ti s'ke rrugë, ti po kërkon rrugë ujë. Do vi do bëj atë që s'bëhet ai. Deputeti apo kryetari? Këtë tërë, po fore për ata rësule. Lere, nuk këtë do. Kjo është e vërteta. Po hajde jero la fosu, si njeri aty. Qa bën ja, rodja. Po njërës jetë ja. Unë nuk e bëj, thotë, Ai njërës vetëm Tiranën e Durrësit, si duket ne të tjerëve. nga gjena i numër me lozine. Dhe ke kap keq, do ta gjej një numër në Lonit. A gjë se valla i do. Do ta gjej një numër. A gjena një që digitalisht, tak numër të folë se. Kuk. Hajde ti na e bëj se këta s'kan për ta bërë. E po i them Ronit unë, ka ardhur Selimi, duket që ka dalë pension. Jepja çik mikrofon. Kishte shumë mundësi, Na vek. ta nuk bëri gjë. Ne e kuptoj. Nuk e u di dot unë. E kuptoj. Ja, do kemi një ndërprerje të shkurtër publicitare miq. Jam me banorët e dy fshatrave që po shkretohen, po shpopullohen, po bushatisen për një 4 kilometra rrugë. Arrin deri aty banorën sa thonë nuk du muj. Ujë s'kan, po nuk duam na bëni rrugën. Pra, në dy halle të mëdha, po zgjedhin hallin e rrugës se rruga e bën të pamundur ardhje në fshat apo vajtje në Penkov. Të gjitha të vinë të lidhura, rruga është themeli i gjithçkaje. Pra pa rrugë, po ikëm fshati. Dhe nuk është një fshat, po janë 3 fshatra, 4 fshatra, që nisin që me lagjen në Peshkëpi poshtë, Penkov, Veshdanisht dhe lagja poshtë me Treblovës. Me njëherë pas publicitetit. Rikthehemi miq, jam në Veshdanisht. Është një fshat që ndodhet mbi Peshkëpi. Pra nga Veshdanishti deri nga Peshkëpia deri në Veshdanisht është dhe një fshat tjetër që quhet Penkov. E mandej rruga përvijon drejt Treblovës. Në këtë aks nuk ka 1 metër asfalt. Ka gjurmë të rërës bituminoze të hedhur para shumë vitesh, po asfalt nuk ka. Ka dalur gërmava, le themi rënojat e rrugës italiste 1914-ës. Në këtë deregje është ka të ndisur fshati, kjo që shikoni këtu është qendra e fshatit, ish qendra e fshatit, se këtu fshat nuk ka më, kanë mbetur shtëpi në 2 anët, por ato janë shumë pak, pjesa më e madhe kanë zbritur në Vlorë, se s'ka rrugë, s'ka ujë. E thash mirë jo? Po. Si edhe adashim, ja t'ulem këtu krateje. Ja, ata ta rrotullojmë kështu. Ujin e morën vesh si e siguron. Po jetesën si e siguron? Punoj, ku dal? Ku dal, ja? Ndërtim asi? Ndërtim, bujësi, ku dal? Bujësi, po që bujësi këtu s'ka ujë? Poshtë, Peshkëpi. A punon punë krau atje? Te tokat e tjera? Ku del ko, punoj të tokat e mia. Kur të ashtu, punoj. Kur e punon tokën, ku e gjen ujin që e vatit? Apo S'ka ujë. ç'a hedh Zoti? Qa e tha i lartë, ne rrim e presim. E kuptoj. Sepse, Më thej që kanë dhe ca dele? po, kam një 10-12 kokë sa për vete. Për shpesdimet e mia. Ty do të kesh 50 që të marrësh lek nga shteti. Po. Marrësh atë 15.000 lekshin e famshëm. Që më thanë sa aq është bërë 15.000 lek. Po. Sa toka ke? Kam toka, me fjalë, pjesën time kam 1 hektar. 1 hektar. Po. Për frym, siç i morët atëherë. Po. I ke këtu apo i ke poshtë? Një pjesë tu, një pjesë në fshatin tjetër me ta. Ma afër ke Kropishtin. Po pse ç'a minuti? Po ripa. Me. Tani goca do ikte në Po, do vazhdoj vitin e parë, se mbaroj klasën 9, ku do ve? Do të detyrojmë që të lëvizë e unë, se ku zhatoj, do të bëjmë lor, ku ka, në vend tjetër nuk ka shkollë. Po. Pra ti do ikësh. Po sa kanë mbetur këtu në fshat që ti ikësh do ti, se ti je i vetmi këtu që ke makinë, nuk e di. Apo ka dhe në tjetër makinë? Po ka, po çe do? Këta që po sheti këtu në shik janë gjithë me të shpinë në vlot. Ky, edhe o neve që banojmë lakë Kemi shpitu, s'kemi shpitu. Aha. Ne jemi të 4 të... Po? Jemi 4 të smur, edhe
ai është me smuni toke, ku bie, ku këtu, ku bie. Edhe me se do shu këto, do 50.000 lek, do në Vlorë, edhe me zhanisht që ta marrë taksin Kastile, jo kështu. 50.000 lek, që e mos kaloj 6 vjeçen. E nuk vinë. E kuptoj. Ashtu. Se ata që janë gjallë do ikin, ata që janë do rrinë mësës, s'ka u dhen, nuk ka zonë rota bishti, e nuk ikin dot. Po ta heqen, ikin dhe ata, po se heqen dot. Po ti si ja bën me Neve kemi bakti, kemi... Merohemi. sa bakti kanë mbetur? Ne kemi 10 lop, edhe 20, as 20 ta nuk janë këto. Pra ti jeton vetëm me lopë edhe me... Po ku e çon qumësin di se këtu është nuk punojnë, se pikrisht nuk punojnë, nuk punojnë, as ndërtim punojnë dot. As nuk ja din punës, po t'ja dini punës, nuk rini këtu, do këshimiku, si që kanë këtë gjithë shokët. Po ju keni gjithë të toka, ç'a punë ditë, do të themi në forcë klasë punëtore thoni ju. Po mirë, kush do të punojë, po të punoj unë. Jam e smu. Apo do vej ai. Apo do vej ai. Apo ky. Kush do vej? Ja më jep një shpjegim ti se taksej unë, ku e do. Më jep shpjegim se do ta themte. Pra ju nuk i vini dot mbrapa. Edhe ujë, po sikset. Po sa shu dot. Po ndaj ka ngelu, ndaj ka një kufshati, i gjithë që... Për rrugët. Për rrugën edhe për ujtë, asë një tjetër. Vetëm këto dyja. Ti e mbamën si ka qenë fshati, se e ke memorien... Unë tani e vonë kam ardhur. Po, 20 vjetë, para 20 vjetë. Po, ka qenë më mirë? Kategori. Më mirë ka qenë a më keq? Qa mirë, ore? Para 20 vite. Më mirë. Flas ka pas më shumë njerëz? Kjo rrugë ka qenë, edhe ujtë mini me... Nuk gënjejte, se nuk jam me vogël. Kishte njerëz më shumë gjallëri, jetë. Shiko, kishte pak fare, edhe ata që jem pak ikën, ngelem ne të... Ti më the mua që edhe për një shkrep se shkon poshtë? Po jarë, në Shqip qatë do gënjej unë. Ju më nuk absolutisht, në prandaj keni ardhur tek ty. Them atë që t'ju ndjete. Fol pa frikë, siç ta thuash do ta transmetoj. Unë ndaj kam ardhur për të folur. Pastaj, se çfarë do bëni, është puna juaj. Jo, ne transmetojmë, nuk bëjmë më pra. Mirë. Kështu, këto ka. Çdo gjë na duhet, nuk na duhen fushë. Edhe të smore shtu mes të natës, do mash taksi Kastile. Të veshëm losë, se more vdikje brënda. Po vdikje brënda, po të themi, ja. More përëm këtë që është uje. Unë do veta mirë gomaj, përdora i gomaj mori, këteu ande këteu gomaj një ojtë të të kokë. Në mes, ja, me di rrinë në mes. Qa thua, po mirë, qa të thanë atje në mjekat? Sepse ndaj pola pak më pak, janë të smur. Se po të përsi cak më dëshim të do ishim la. A kuptoj. Parira. Ti shkon mbrapa lopë, me lopët. Visja unë. Ku të vetë unë aman, ja. Jam gjithë që në katës në ato lopë. Ta që të më thot njëri flik të gjumë, këtë hije këtu vetëm të kapija, se po kapi djeli mua, në vjen koka. Ne e kuptoj. Edhe ngrijem gjithë me ato lopë, në katë në gjedit. Ato lopët ke, përveç shpirtit ato ke? Ato më kam. Ku do vete? Me ato po ndim për lopët, ju kam dhënë lopët. Të pak të një ndim. Po qa një ore? Qa ndime? Nga shteti. E mora kuptoj shumë i jo. Jo. Qa ndime? Po ju mos e ka subvencion 120.000 lek për lopë. Po mire, po kush i dhja? Dhja për rama që i fut në gjep? Apo saliu? Apo ai ti tjetër, ata janë, e di për qa janë ata. Ti vushë një kazan ditë, ti zjesh edhe. Ka i duho. Po kaza, po të gjithë do të kazanë. Ka kazanë. Një ata kazanët e asaj që shkrite për... Po kështu, kur shteti nuk flet për një, kur nuk bëndot një punë, për qari do, për pirë goda,
Tani do bëhet dhe më keq, po bëjnë reform tjetër tani. Po shkrim bashkie, po shkrim. Po ka më letë e vënë ata shkrin edhe Shqipërinë fare. Po tani është e vërtet kjo puna e spitalit Vlorës? Ja, e kam dëgjuar para 4-5 ditë dhe më thanë është sakt. Pra do shkrihet edhe spitali Vlorës? Do vej në Fier tek spitali turk. Po i spitali turk është i Fierit, më nuk është i Vlorës, është spital terciar. Vendi spitalit do bëhet parkim për gjithë lumin e Vlorës. Dhe qendër Parkim? dhe qendër urbane. Edhe pas spital do t'ju lëna. Po ja këtë kryshte e ty në këtu. Jo, po ne do ta verifikojmë këtë se kjo është shumë e rëndë. Të prishin spitalin në shumë e rëndë. Spitali, ja po, flasun. Spitalin ta lën atje ku është. Por atje ku është ta lën. Unë kam ja 2000. Po tokat këtu? Jo, Po poshtë po i lini ju, se po vjen i huaj, por dhe lartë. Po mi, na shi unë do... Ti më mbaj ai, nuk dua lekë, vetë ti më mbaj, të shikoj ferra. Ja ta dëgjoj. Mi, na shi unë do ngrijem që këte na veçdanishi, e do vetë na danë të pje kur shajën vlorë, përse? Përse do vetë? Se më unë nuk, s'më pati gjepi shumë, më pati pak. Ajse, po ta lën atje ku është. Unë kam dëgjuar që fshatrat e Vlorës, Shumë. sidomos të fshatrat e mëdha, dikur kanë pas spitale, mirëfilli me nga 20 shtretër. E di për Vranishin, për shumë që e di shumë mirë që ka pas spital. Edhe vllajin ka pas spital. Pra këto qendër fshatrat qendër kanë pasur mami, kanë patur spital qështrosh, me sa? Me 4 shtretër. Po shumë mirë. Edhe 2 kishte materniteti? Edhe 2-6. Pra kishte kirurg, se duhet këtë pas kirurg, përderisa ka pas shtrim. Ka pas kirurg, ka pas mami, duhet këtë pas mjek përgjithshëm, po mami përderisa ka pas. Po kishte mjek për katës. Mjek i përgjithshëm ishte. Po, si që s'nash më thonë. Edhe pediatër. Tani ku ndodhet ai doktori i vetëm i kësaj zone? Ku e ka Selin? Rrin vlorë. Vin kur i doj qefi. Ka dalë në pension? Jo, Djali këtu. Jo, nashu. Mjeku. Mjeku i zonës që u mbulon juve. Janë vllajin. Vllajin. Sa larg është vllajina? po s'është lak shumë, jo. 6 km. Po, një 5 i dolim dhe atje ju me këtë rrugën. E një 6 te, 5 po fare. 11. E 11 për të ardhur se 2. Jo, nuk po thamë spital, ajo është qendër shëndetësore ku është mjeku tani. Jo, edhe ilaçet kur jep, nuk jep të sakta, se ti jep të sakta, do ish njerëzit të saktë, jep të skadora. Atë si e themi do se duhet të bëjmë analizën. Po pse apo? Ja, zotëria i ka sa ilaçe me vete. Ja, ku i ke, ja, edhe prap bie. Çka kanë këto ilaçet? To ilaçe kot sa e piu. I pi sa për forëm. Po Pra pse? ti më prioriteti me makinë. Ai makina do lek, sa 8 milionë skum na goja. Se ke sëmundje, Po a? me sëmundje toke. Sa unë atje në shtëpi, rash, nuk ndjejnë çam më pje. Edhe jam më për me makinë në shtëpi. Në shtëpi unë i marr kot. Me i marr këto ilaçe kot. Jo ma, tani koncepti i skadimit ai e lidh me faktin që nuk i bëjnë efekt, se ato mund mos jenë skaduar, apo nuk, ndoshta nuk janë adapt. Atëherë këto janë, t'i bëjmë një plan operatorit të Versani, këto janë ilaçe që merr zotëria për sëmundje toke. I merr falas, a i merr me lek? Falas. Falas. Janë A këto janë ato ilaçet falas, Po. që jep shteti, me rimbursim. Këto ti thua nuk të bëjnë efekt. Nuk më bëjnë efekt. Fare. Fare asnjë. Sa herë të bie ty? Ka 10 herë, 15 herë. Ja, diem rash mas i ke një tuk posetat. Po? Tuk posetat i mbaj nuj. Po? Rash atë se nuk e kisha mendje. Opa, një qimje floku. Tash unë le do kaloj kjo. Hopa ande rash, kaloj një makinë. Se e kërën aty? Ai se din se që kisha rënë aty. E di këti, lere e tha më se gacmë do të ndira puset. Tash unë në gojën time me avash. Më tha mua ai, lere tha i ka rënë sëmundje tokës. Shkum nga goja. Shkum, a? Shkum nga goja. Edhe sa herë të ndodh ky episodi ty në një javë, për shembull. Nuk do nevra më tha mua. Tha pastaj doktori i fshatit. Nuk ka ilaçe të tilla si këto.
Këto do vesh të bësh një gjë. Bëra e shenë kot. Ajo gjë, kjo tha do vazhdoj, tha. Ti nuk e dal në kemp, ke dal në kemp? Po qa marim ato? Po jo, qarë merë. 7.000 lekë. Me këto 7.000 Nuk ka lekë. dal në kemp e pror atje që të marri pension nga Jo, shtetit? atje i ka ata, po ne dhe Në 7.000 lekë, aq i ka. 7.000 lekë. Zdati. Edhe ato 97.000 lekë, a i zotë ajo farmacicja. E ullë. Ati. Zdati. 5 herë kam rënë në ullidhi. Kush do mi shku së ullidhi? Po që të shkosh në ullidhi ti e i Po kush do smuar? mi shku? Ato 5 kokra ullidhi, unë do që da? A i beti, nuk s'kam që ta. Pra ti i smur edhe punon. Po që do bëj? Dëgjon qik. Dhe më në ka të smuri, jati, kush jam baj? Po mi më si del ti që shkon në Vlorë ke doktori, me qa lekë shkon në dorë? A, sa ka mundësi, do marra i. Ku do më dalim mo? Ja, ta Do kalon marrë 8 vit. Edhe të vyqin, sa do haj vyqin? Po edhe djo, edhe vici, po i drejtë të shme do i shuaj, po si bëre ngos atje. Kështu. Kështu që ai e do që është i smur, ja e din të gjithë, ky i pari njerë, se nuk janë për të gënjue, i sem të tëra gjitha, ai e do rrogën që më të plotë, sepse se nuk punon. Ai par vjet, mos gënje kot, ra nga ulliri në shesht. Do ta ngrija, apo do çfarë do bëj se atë, ja kësmuni ja ka dhënë Zoti, sa ka dhënë robi. Kështu që do pensionin çik më të plotë. Të paktën 200, të paktën maksimumi. Po nga bashkia, merr gjë? Asë një Pra vetëm atë 97.000 lekë? Ja. Vetëm 97.000 lekë? Kaq. Po më duhet ketë edhe ndihmë ekonomike, se është i Po pamundur. s'ka ndihmë, more, nuk ka. I takon asistencë, ndihmë Po ekonomike. s'kemi asnjë ndihmë, more. Pra vetëm qa jep qeveria. Kaq. Ai në kempi e pror. Edhe çdo 6 muaj, jo një vit, çdo 6 muaj do të vjen në Tiranë. Çfarë do bëj? Kaloj atje edhe një herë në... Se mos është bërë mirë. Po ku bëhet mirë, ajo smundje pashërueshme. Ai ngri, ja, Po ta e bën ligjin që njëm 3 vjet për njerëzit që janë pashërueshëm. Ja, pyet këtë, edhe këtu. Ata nuk e po këto pyet. Më fal pak. Po ushtëri, ai është plumb, nuk ngrihet. Deri sa të ashtu ta lë vetë, kupton? Edhe shkumon nga goja. Edhe shkumbon, po mund të bjerë në gur, mund të bjerë në tipo në gomat. U bë copa, se s'ka njeri mbas, e kupton? Ai rrezikon në çdo moment. Në çdo, ai do njeriu mbas. Nuk ka rrugë tjetër. Të paktën, maksimumi të paktën tek 200 që të paktën, maksimumi. Po fare, është edhe ai prap i smushna. E di e kuptova. Edhe ky, po prap nuk janë se. Di pse është problemi, problemet janë të lidhura. Janë, po. Ne kemi ardhur për rrugë për ujë. Po. To pastaj pyesim që ti dëgjoj zotëria, Po. shëndetësim fala se ku ka arritur. Po. Por ne kemi ardhur për rrugë për ujë. Po. Sepse ai është problemi që u bashkon të gjithë në një hall. Po. Pastaj problemet e tjera janë secili ka një problem. Ai zotëria mund të ketë probleme toka, ti mund të kesh problem. Kan halle të gjithë, nuk kanë. Shiko, në çdo njeri na gjën të marrën. Nuk marrën nga dy. Ato son kur ta heqet, heqen gjë me shpëtuar. Po flasim për shembull. Marrën plumba, marrën gjëm, e marrën çdo gjë se po fate nuk e ndaj ka keruaj malli zot. Për çdo gjë. Kuptoj. Ai kush ta bëj mbylljen që ti thot, që ti japi mesazhin, ha? Mikrofonin tjetër? Po. Mbaj pak. Po ti se më i Çfarë kapi? Jepi agronin ti. Ti e di. E kapi. Ah, si ja. Shikoje. Ja ras. O zoti. Ja, këto janë. Po bjen agomari, po Po qa jepni? Jo, nuk ka petet. Po në një këshumo, në një qelës. Nuk mban orëlla, nuk mban fare, ja. Jepini një qelës. Nuk mban. Nuk mban asnjë në dorë. Ja. Nuk keni në një qelës e kurit ja fusim në dorë? Ja, këto janë vujtet e popullit. Këto janë, ere shikoje. Me ne dhe 7.000 lekë do dalë kë njëri. Po të nëse nuk punon do të.
ku ka arritur Një puna. orë sa. E mban, një orë sa e mban. Ja, Japim tek në një gjë të pak. Se mos se gënje ju. Çfarë po shpat fati tia? Po shpati. Po kështu, ka nevojë për ta lvizur ta luajë. Jo, kur ta Se mban, kur ta a? shu vet, kur ta nuk man o vlla. Ja ku ta çe vet. Është hekur e alumin, hekur. Nuk man. Këtë paktën tek mak si mumi tek këtë hipen doj këtë e këtë e hipen do të në mnulli Dere tash se i them ata po i shikojnë vet. Po si është ngurtësuar. Ta çojmë pak makinë? Ha? Zoti kryeministër, kjo është situata në fshat. Kush do t'i japi ndihmë të parë mjekësore? Ne nuk dim. Është me smundje toke. Qendra shëndetësore është e mbyllur. Infermierja s'vjen sepse nuk ka rrugë. Nuk ka rrugë. Kjo është situata, kjo është shëndetësia falas. A nisi për 10 minuta, vjen për 2 orë. O, zoti ma. S'ke as çati bësh më burrë. La. Çaj kokën në një gjë mos të vritat në gura. Filmoje. Filmoja ti karavane.